gjykata kushtetuese duhet fokusohet jashtëzakonisht shumë vetëm tek çështjet që është duke i trajtuar edhe tek një përgjigje sa më shpejt për publikun e Kosovës, duke interpretuar tamam normat kushtetuese ashtu siç janë të shkruara dhe në frymën që ato parashojnë. Edhe ambasadat edhe ambasadorët në Republikën e Kosovës përmes mënyrave të ndryshme, ndoshta edhe e kanë përkrahur edhe sistemin juridik, edhe sistemin gjyqësor, edhe për të njoftuar në lidhje me procedurat dhe me proceset e cilat janë duke u zhvilluar, edhe mund të marrin informacion, edhe institucionet e Republikës Kosovës nuk janë, le të themi, të mbyllura për ambasadat, ambasadorët, sidomos të vendeve partnere me cilat ne kemi ndërtuar çdo gjë në këtë vend, mirë po konsideroj që fokusi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë në këtë periudhë tek nxjerrja sa më shpejt e vendimeve të cilat e funksionalizojnë edhe njerë kuvendin, por edhe ne mundsojnë që të kemi një zgjedhje të, le të themi, edhe të presidentit në këtë afatin 60 dhjetor, edhe vetimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme